secili kërcell i Misrit ishte mbjell milimetralisht njëjtë. Në këtë arë shihej puna, mundi dhe djersa e bujkut. Por nga 3 gushti i këtij viti, kjo tokë nuk mbante vetëm rënjet e buta të Misrit. Ajo mbante edhe trupin e një njeriu, një trup i fshehur thellë në dhe, i mbuluar si të mos kishte ekzistuar kurrë. Por në fshatin Bajic të Lipjanit asgjë nuk mbetet e fshehur gjatë. Pas 24 orësh kërkimesh, e vërteta doli në sipërfaqe, e bashkë me të nisën edhe dyshimet, heshtjet dhe pyetjet që ende nuk kanë përgjigje. Na mas pore kanë po me kamera kur u konën edhe 5 minuta në 4, kur ka shu lupën, se gjithë ka shu lupën gjatë vakt, edhe ka thoviq me qitë dikun në ora, dhe më këthuj me najnë me djemë vese, i ka në djemë për Italije, për Franце, tani mua nuk ka këthuj heq. Që shqoj deri të vanë? Neve në ka shujtë se veli e ka shu lupën edhe ka shu levonde. Djemë të ti në thanë që ne e kam. Shkum i pom gjurëm të lupës, që lupa kishkollota sajde, edhe e pom edhe shtangën e ti që konë të erujt lupën. Ditë që diçka nuk është në rregull. Ndihmën për të kërkuar Enver Bayraktarin në zhdukur rreth orës 16 të 3 gushtit, familjarët e kishin shpërndar edhe në faqen e fshatit në Facebook. Edhe kemi ly pasaj dhe kemi këshyr, kemi punëm tu, por nuk kemi mujtë me pa, një fardjali kujshi bile i velit të në fushet edhe një kujshi që të japër të jone, e kanë pa pak që është prish bari ma shumë, ka qaja ardhë, kemi shku, e pa, ata kanë shku për para, kanë gjetë. Tani më ka zënë që në menë në komë besorët e tje poshtë, edhe kam shku atje, nishin ka të shumë këjshi edhe koshër e tjerë, edhe kanë thirë dronin policia, orë me dranë një i shalës më duket, kanë këqyra nina, e në orë dhe në këtë pjesën këtë nina tani policia me gjithë dranë, pe kësa janë është kështot, ofër shpisë viktimes, kanë kontrolu sen. Tani na dona si edhe kushërit shumë, edhe këshi tjerë, edhe ka posën edhe policia në komenime në nësëp, këna dorë këtë e poshtë, sa dhe në dolën, randë komplet. Tani unë isha me një vlotë amin ofër, atje në venin ku ka ndodhë, me një vlotë amin isha dhe një këshi jami, në së Krasinqi. Edhe me tonë tani bashkë që të ku shkum pak si poshtën, ishëm dolin për Kalamuqit. A i tha, që ha dishka pas ka shku zhak që sajde. Ka pasur gjurëm do me thënë? Po, pak gjurëm ka pasën, edhe taj në shku na për qatë gjurëm, në shku bashkë me atë këshin tem, edhe e gjatë në venet të ku dy shumë. Tani këna këmë thirë besortin, edhe ka nërë tani kushër e tjerë. Ara e Misrit, ku gjeti varosur trupi pa jeti Enverit edhe pse afër shtëpisë të Topkolshit, nuk ishte në pronësi të familjes, por e marrë me qëra për shfrytëzim nga familja e Topkolshit, e të cilën Topi e punonte dhe kujdesej vetë për të, dhe ara tjera që i kishte marrë për shfrytëzim po ashtu. Varosën, trasat e kishtë për mi edhe kish mlu, në të shumë i mirë, shumë pak vërtejtë që ka diska Ka pas misër për një? Po. Po i kështë pas mirë dhe 3 kalëmë që një to. Trupi i pajeti Enver Bayraktarit u dërgua me njëherë në Institutin e Mjekësisë Ligjore për të zbuluar mënyrën dhe shkakun e vdekjes. Ndërkohë, Dorasi mbete i panjohur. Policia dhe prokuroria po punonin me intensitet për ta zbuluar se kush e vrau dhe pse. Në fshat qarkullonin dyshime, thashethëme dhe akuza, por askush nuk dinte të tregonte me siguri se kush qëndronte pas kësaj ngjarje tragjike. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i një historie që edhe sot mbetet e mbushur me mister.